Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, duke ndarë me ju momentet më të fundit dhe ngjarjet më interesante që po ndodhin në Big Brother. Sot Gjesti po thyen rekordin botëror në ditët e qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, një ngjarje e pabesueshme ka shënuar një moment historik, një moment që do të mbahet mend për gjithmonë. Gjesti, një nga banorët më të diskutuar dhe më të komentuar të këtij edicioni, ka arritur një arritje që nuk është arritur kurrë më parë në nivelin botëror. Ai ka thyer rekordin botëror për qëndrimin më të gjatë në izolim, duke kaluar më shumë se 150 ditë brenda mureve të shtëpisë së Big Brother, duke lënë pas çdo rekord tjetër të mëparshëm për programin më të famshëm të këtij reality show. Ditët kaluan dhe çdo minutë që kalonte në atë shtëpi të mbushur me kamera, mikrofon dhe vëmendje të gjithë shqiptarëve, Gjesti vazhdonte të sfidonte kufijtë e tij. Për të, kjo nuk ishte thjesht një lojë, ishte një luftë me veten. Çdo ditë, çdo moment që kalonte ishte një sfidë e re, një përballje me emocionet, me mendimet, me ndjenjat që mund të shpërthenin në çdo moment, por ai qëndroi patundur, i ftohtë në pamje, por nën sipërfaqe përballonte demonët e tij të brendshëm. Në ditët e para, shumë menduan se Gjesti do të ishte një nga banorët që do të shkëlqente me shpejtësi dhe pastaj do të zhdukej si shumë të tjerë, por ai pa ndaluar asnjëherë i kaloi sfidat e përditshme që Big Brother i dha dhe i bëri që shumë të fillonin të vërenin në të një person që nuk mund të ishte thjesht një lojtar i zakonshëm. Ai ishte një njeri që jetonte dhe luftonte brenda tij, për herë në tension me atë që ai ishte dhe atë që pritej të ishte. Pas çdo nate të gjatë, çdo debati dhe çdo mundësie për të dorëzuar, ai qëndronte akoma i pamëshirshëm, duke thelluar më shumë legjendën që ai po krijonte. Dita e 150, kur Gjesti kishte kaluar më shumë se 5 muaj brenda shtëpisë, erdhi si një moment kulminant. Ajo që dikur ishte një shifër e pamundur, një kufi që duket i paritshëm, tashmë është bërë realitet. Një sfidë e paimagjinueshme për shumicën. Për Gjestin ishte një mundësi për të treguar forcën e tij të vërtetë. Ai nuk ishte vetëm një pjesëmarrës, ai ishte një simbol i qëndrueshmërisë, një njeri që e kishte pranuar faktin se izolimi ishte jo vetëm një mundësi, por një test që i kërkonte të shikonte thellë në brendësinë e tij dhe të mbijetonte. Ishte një moment reflektimi, jo vetëm për të, por edhe për të gjitha ata që e ndoqën, duke e parë të kalonte çdo limit të mundshëm. Për çdo banor të Big Brother, mendja është në ndonjëherë më e fortë se trupi, por për Gjestin, ky qëndrim i gjatë nuk ishte vetëm një sfidë fizike, por një betejë shpirtërore. Disa herë mund të ishte ndjer i vetëm në atë shtëpi të madhe dhe të ftohtë, ku mungesa e familjes dhe miqve dhe çdo gjëje të njohur të jashtme ishte krijuar në një boshllëk shumë të thellë. Çdo ditë që kalonte pa parë botën e jashtme, çdo moment që kalonte pa marrë një fjalë të thjeshtë mbështetje, ishte një betejë për të mbajtur mendjen të qetë, por ai kishte diçka që e ndihmonte të qëndronte. Kjo ishte ajo shtyse brendshme, ai shpirt luftarak që nuk i jepte mundësi dorëzimi. Kur momenti i arritjes së këtij rekordi erdhi, e gjithë shtëpia u mbush me një nderim të heshtur. Ajo që dikur ishte një shifër e pamundur për shumicën, tani ishte bërë një realitet që do të mbetej i veçantë për të gjithë ata që kishin ndjekur çdo hap të tij. Ky nuk ishte një moment fitoreje, por një moment arritje, një shenjë forcës dhe qëndrueshmërisë. Gjesti kishte arritur një tjetër nivel që ishte shumë më shumë se një thyerje rekordesh. Ishte një triumf mbi pasigurinë, frikën dhe shqetësimet e brendshme. Gjesti nuk kishte thyer vetëm një rekord botror, por kishte thyer një barierë të brendshme, një gjë që vetëm ai e dinte më mirë se kushdo tjetër, dhe ky moment, ky triumf do të jetë për herë i tij. Një arritje që do të kujtohet si një shembull i pashembull i qëndrueshmërisë dhe shpirtit njerëzor për të qëndruar i fortë, pavarësisht çdo sfide që mund të paraqitet në jetën e përditshme. Dita e diel është dita ku Gjesti ka thyer rekordin botror.
Rekordi shqiptar ka qenë 143 ditë, ku rekordi botror në Big Brother USA ka qenë 150 e sa ditë. Gjesti sot ka thyer rekordin e tij botror në Big Brother VIP Albania. Kjo është një arritje shumë e madhe, Gjesti po bën më 5 muaj në izolim, me shumë energji, me shumë pozitivitet, me shumë lojë dhe me shumë sfida nga vllau i madh. Uroj që ta gëzon Gjesti rekordin botror, por njëkohësisht edhe Top Channel dhe produksioni Big Brother për të gjithë këtë punë të madhe që po bëjnë.